Kemi hyrë zyrtarisht në muajin e kombëtares pasi Kuqezin do të luajnë 2 ndeshjet e fundit kualifikues për në Kupën e Botës. Në datën 13 nëntor mund të vendoset gjithçka në ditën që Kuqezin luajnë ndaj Andorrës. Për të siguruar biletën për në play-off, Shqipëria duhet të fitojë në Andorra dhe njëkohësisht Anglia të marrë një fitore kundër Serbisë në Londër. Por kombëtarja A nuk do të jetë skuadra vetme që zbret në fushë, duke qenë se edhe Shqipëria u ndërmbëdhjet ka kualifikueset e Europianit të cilat luajnë në Tiranë. Kuqezin do të synojnë për herë të parë që të kualifikohen dhe kanë shanse reale për të siguruar vendin e dytë në grupin K. Fitoria pak kohë më parë në Leskovci ka mundësuar Shqipërisë që të ketë gjithçka në dorën e saj për në botror. Në datën 7 nëntor, trajneri Silvinho do të publikojë listën me futbollistët e grumbulluar për 2 sfidat e radhës, ndërkohë që në datën 10 nëntor do të nisin zyrtarisht përgatitjet për sfidën e 13 nëntorit. Kuqezin do të grumbullohen në Barcelonë për ndeshjen e parë dhe pasi të mbyllin sfidën me Andorrën do të kthehen në Tiranë për Anglinë. Shqipëria U21. Kuqezin të drejtuar nga Alban Bushi do të luajnë 2 ndeshje miqësore në muajin nëntor. Fillimisht shpresa do të përballen me Moldavin U21 në transfert në datën 13 nëntor, duke nisur nga ora 15, teksa në datën 17 nëntor Kuqezin luajnë miqësoren e dytë dhe të fundit për këtë muaj. Shqipëria do të luajë në Elbasan Arena kundër Ukrainës U21, takim që do të nisë në orën 18. Shqipëria U21 është zyrtarisht e kualifikuar për në Europianin e vitit 2027 dhe deri atëherë Bushi do të ketë mundësi që të testojë ekipin vetëm në ndeshje miqësore. Shqipëria U19. Kuqezin të drejtuar nga Julian Ahmataj do të kenë një rrugtim të rëndësishëm për në Europian. Shqipëria do të bëjë pjesë në grupin e 5, ku në grup do të jetë së bashku me Malin e Zi, Slovakinë dhe Ukrainën. Të gjitha ndeshjet e këtij grupi do të luhen në vendin tonë, duke i dhënë kështu një përparësi të madhe Shqipërisë në luftën për një vend në Elite Round. Kuqezin të nisin aventurën e tyre më 12 nëntor, ku përballë do të kenë Ukrainën në stadiumin Nikodovana. 3 ditë më vonë Shqipëria do të luajë në Durrës kundër Slovakisë, teksa po në Durrës Shqipëria luan ndeshjen e fundit ndaj Malit të Zi në datën 18 nëntor. Për Ahmatajn kjo është një mundësi e mirë për të tentuar kalimin, duke parë se është një grup pa emra të mëdhenj. Shqipëria U17. Kuqezin të drejtuar nga Fation Tafaj do të luajnë shanset e tyre për në Europian në mesin e muajit nëntor. Shqipëria është në grup me Kroacinë, e cila do të organizojë dhe turneun me Kazakistanin dhe me Holandën. Rrugtimi ynë nis pikërisht ndaj tulipanëve, ndërkohë që ndeshja e dytë do të jetë me Kroacinë dhe në sfidën e fundit Kuqezin do të kenë përballë Kazakistanin. Këto takime do të luhen në datat 11, 14 dhe 17 nëntor. Shqipëria e vajzave. Pas fitores ndaj Kipros që i siguroi qëndrimin në Ligën B, Shqipëria do të luajë 2 ndeshje miqësore në fund të muajit. Skuadra e drejtuar nga Grima do të përballet me Turqinë në datën 28 nëntor në Stamboll dhe sërish me Turqi do të luajë më 1 dhjetor. Shqipëria U19 e vajzave. Ekipi i Shqipërisë U19 luan në fund të muajit shanset për në Europian. Turneu që do të zhvillohet në Shqipëri për grupin ton do të ketë përballje interesante, aty ku Shqipëria është në grup me Liechtensteinin, Luksemburgun dhe Slovakinë.